shumë plotësisht. Tërësisht, I pafajshëm. Falni se kam... E kemi po me si tonë sa shumë e tonë ky popullu që kanë. Jam njëra nga mira gra që kanë pa luftën në sytë të tyre. Kjo është jeta jonë, jeta e familjeve të zhdukura. Sot dua t'ju drejtohem vetëm si qytetar të nderuar, jo si përfaqësues të kësaj apo asaj preardhje, jo si zot politik. Sepse kur vjen fjala për UÇK-n, aty nuk ka ndarje, aty nuk ka poste, aty jemi krejt bashk. Njëjtë, aty jemi bijtë e bijat e një historie që na ka bashku në momentet më të vështira. Ushtria çlirimtare nuk është flamur partie, është themel I lirisë tonë dhe për atë themel nuk flasim me dallime, po me një zemër prej zemrës. Në çdo fshat e në çdo shtet ku kem shku e ku kem shkel me Elizën për organizimin e marshit, një fjalë ka qenë mbi të gjitha, UÇK. Ka qenë fjala e nderit, fjala që na ka bashku, fjala që I ka mbush syt me lot e zemrat krenari. S'ka pas shtëpi, nuk ka pas as një shesh, ku nuk e kem pa emrin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mos me u përmend e me u respektu me dashni. E kemi pa me si tonë sa shumë e don ky popull UÇK-n, si simbol, si sakrificë, si themel I lirisë, si pjesë e identitetit tonë. Sot është 17 e shkurtit, urime dita e pavarësisë, është dita kur një popull e shpalli para botës të drejtën për shtet, për liri dhe për dinjitet. Por kjo ditë nuk është vetëm fest, është edhe kujtes. Sot në Hag ndodhen ish udhëheqësit e UÇK-s dhe të shtetit tonë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Emra që për shumë kënd përfaqësojnë kapituj të tërë të historisë sonë të rezistencës dhe të shtetëndërtimit. Pavarësisht proceseve gjyqësore, një gjë mbetet e tartë. Lufta e UÇK-s ishte luftë çlirimtare dhe kjo nuk mund të zhbëhet kurrë. Sepse historia jo nuk është abstrakte, ajo ka shifra dhe dhimbta, mbi 12.000 shtetar të vrarë e të masakruar, mbi 1.600 persona ende të pagjetur, mbi 1.500 fëmijë në moshën 18 vjeçare të vrarë, mbi 20.000 të mbjetuar të dhunës seksuale, mbi 1 milion qytetar të dëbuar nga shtëpitë e tyre, mbi 500.000 shtëpi të djegura bashkë me shkolla, spitale, institucione. Rreth 3.000 dëshmorë dhe mbi 3.000 të plagosur. Këto nuk janë vetëm statistika, janë plagë të hapuna, janë familje që presin, janë nana që se din ku e kanë vajzën apo djalin, janë fëmijë që u rritën pa prind, janë gra që e bajnë dhimbjen si barë të heshtur, janë qytete të tëra që u zbrazën me dhunë. UÇK-ja nuk lindi për të marrë tokë tuaj, lindi për ta mbrojtur shtëpinë e vet, nuk lindi për dominim, po për liri. Kjo është e vërteta historike që nuk mund të relativizohet kurrë. Thirrjet tona për drejtësi e jo politik nuk janë kundër askujt. Janë për dinjitetin ton kolektiv.
Ne nuk mund të pranojmë që procese që zhvillohen në emër të popullit të Kosovës të përdoren për të barazuar agresorin me viktimen. Kam shumë emocione me folë para gjithë juve këto. Me që sot unë isha për herë të parë në paradën e ushtrisë dhe policisë e Kosovës. Edhe për mu ishte një ndjenje jashtëzakonshme që e bijat e Adem Jasharit sot e mbrojnë Kosovën. Sot këtë ditë e shenjtë për popullin tonë, 18 vjetori pavarësisë. Është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që ofjuan për lirin tonë. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo ofjuan në gjak, në Afrikisë, që shëndrën me shekuj. Kanë deri që të flasë se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën bombotës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këto për t'i lurat ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është senimi i lirisë dhe padrejtësia. Faleminderit të gjithë juve që shërbyat atë dhejot, kur më shumë ti kishte nevojë. UÇK! Hashim Thaçi, Katri Veseli, Jakub Krasniqi. Më falni se kam... Dhe Recep Selimi, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtin popullin e vetë, si gjithë ushtria shkrimtare e Kosovës. Faleminderit gjithëve, edhe një herë gëzuar pavarësia. I pafajshëm plotësisht. Tërësisht i pafajshëm në të gjitha pikat e akta akuzës. Jo fajto, i pafajshëm në të gjitha pikat e akta akuzës. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. Enough's enough. Kosovo is independent. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Georgians don't stand. Para shumë vitesh, ne të ftofta lufte ishim disa djemë të ri, që nuk dinim nëse do t'na qelte mëngjesi. Shumica nuk ishim uniforma, as ushqime të mjaftueshme dhe natyrisht as një siguri për jetën. Por kishim një gjë me të madhe dhe me të vlefshme se gjitha ato të bashkë. Kishim besimin e pathyer se Kosova një ditë do të bëhej e lirë. Në një natë, njëri nga djemë tha, edhe nëse nuk e shohim nesër mëngjesin, një ditë flamuri i ynë do të valoj në Kosovën e lirë. Një ditë kur unë dizajnova flamurin dhe unë ngrit me 17 shkurt 2008, nuk pash vetëm një simbol të shtetit. Pash ftyrat e atyre që nuk jetuan dhe nuk u kthyen ta shohin atë ditë. Pash shokët e mi, bashkëluftëtarët e mi, sakrificën, dhimbjen dhe krenarin kombëtare. Por këtu nuk jemi vetëm për festë.
Jemi këtu sepse zemra e Kosovës, bashkë me të secilit prej nesh, po rreh me një shqetësim të madh. Në Hagë, në fasën finale të një procesi që po zgjat mbi 5 vite, po gjikohen udhëheqësit e luftës tonë. Ata që morën përgjegjësi kur askush nuk mund të merrte. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe shokët e tyre. Kemi të drejtë të kërkojmë që historia jonë të mos shtrëmbohet as të rishkruhet. Të kërkojmë që sakrifica mos të përmbyset në faj. Në ditën e pavarësisë, na nuk jemi mbledhur vetëm për të shënuar këtë ditë. Jemi mbledhur për të kujtuar një sakrificë, një rrugë të gjatë dhimbje, një çmim të madh lirie. Kjo nuk është vetëm protest. Kjo është ndërgjegjja dhe mbështetja që popullu i bën bijeve të saj. Është zonja atyre që nuk janë më. Është fjala e nënave që ende presin. Dhe unë për ju që nuk më njeni, jam Shqipe Krasniqi. Jam njëra nga mia gra që kanë pa luftën me sytë të tyre. Jam rrit në një kohë kur të qenit shqiptare në Kosovë nënkuptante të jetoje me frikë, me kufizime, me pa drejtësit përditshme. Kam pa prindër të larguar nga puna, profesor të përjashtuar, student të ndjekur, familje të tëra të poshtruara vetëm pse ishin shqiptarë. Kam pa baballar të përullur, kam pa nëna që qanin fshehur asdi që fëmijët të mos u ashinin lotët. Kam pa rinin ton të rritet pa të drejta dhe por gjithmonë me krenari. Por mbi të gjitha e kam pa gruan shqiptare, kam pa nëna që ndanin kafshatën me fëmijët e tyre, duke pa motra që veshin edhe nëna edhe baballar kur në shtëpitë e tyre mbetshin pa burra. Kam pa gra që përcjellin bit luftë me zemër të coptuar, po me kokën lartë. Ato nuk kishin uniformë, por kishin forcë. Ato nuk mbanin orë, por mbanin gjallë shpresën. Ato nuk dolën në histori me tituj, por historia nuk do të ekzistonte pa to. Pikërisht atëherë. Edhe unë e kam kuptuar se heshtja është dorëzim. Dhe ky popull nuk di të dorëzohet. Ky shtet që sot pa i feston 18 vjetorin, nuk lindi rastisht. Lindi dhe u ndërtua mbi sakrificën e dashmorëve, mbi qëndresën e grave, mbi durimin e nënave, mbi guximin e gjithë luftëtarëve. Themelet e kësaj republike janë ngritur mbi lotët e nënave shqiptare dhe mbi gjakun e bijve të tyre. Dhe sot, kur kërkojmë drejtësi, ne nuk kërkojmë këshirë, ne kërkojmë drejtësi të vërtet, pa politikë, drejtësi të paanshme. Flas para jush si djali Xhavet Hazirit, heroi kombit i zhdukur vitin 1998. Një hero që doli për liri e nuk u kthye më kurrë. Ka një munges me të cilën nuk mësohesh asnjëherë. Një pritje që nuk mbaron. Një vend të zbraz në familje që nuk zëvendësohet kurrë. Kjo është jeta jonë, jeta e familjeve të zhdukurve. Këtë ndjenje kam që kur isha 7 vjeç. Por unë nuk u rrita me urrëtie, u rrita me krenari, sepse ata që nuk janë në mesin tonë sot nuk sakrifikuan për veten, por sakrifikuan që ne sot jetojmë të lirë. Ata ishin bijtë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtrisë që e ktheu shpresën në liri. Ne sot të mbledhur këtu nuk jemi familje të ndara, por jemi një familje e madhe e sakrificës. Jemi familja e Regjës, familja e Bacit Jakub, familja e Kadriut, familja e Hashimit. Sepse kur preket sakrifica, qohemi të gjithë bashkë. Ne sot jetojmë ritmin e jetës në liri, udhëheqësit e luftës sonë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi,
po vazhdojnë betejën për Kosovën larg familjeve të tyre. UÇK!